I presim ata njerëz, nësa në të kundërt nuk e din askush si do të jetë rezultati epilogu pas nëse do të kemi në vendim tjetër. Kështu që është mirë që të kemi institucione stabile, institucione të cilat do të përballen dhe do të fillojnë të punojnë, jo të bëjnë hajgare siç kanë bërë për tashnive të ZYS, po të punojnë për interesat e Kosovës dhe për të mirën e shtetarëve. Sa më shpejt që të krijohen institucionet, dhe tash e kemi të qartë që jo më shumë se 60 penjë korrikut, sa mund të shkojë ajo, deri në shtator duhet të kemi të zgjedhur presidentin e Republikës. Sepse edhe mandati i ushtruesit të detyrës së presidentes përfundon. Për këtë fakt ka një sqarim se çfarë ndodh më pas. Si zgjedhet sekretare e Parlamentit të Kosovës, pra bëhet udhëheq presidentit. E thoni kështu? Na ekziston kjo si opcion? Jo, në kushtetutë të ushtruar detyrën e ushtron kryetari i Parlamentit. Dhe nëse logjikisht po them se nuk jam jurist, por logjikisht na e sollën një temë shumë të mirë për ta trajtuar më pas. Nuk ka një rrugë tjetër, domethënë kjo është ajo. Dhe pastaj po 60 ditë që tashmë është i konfirmuar me akt gjykim. Pra nga nëse në meni korrekt konstituohet Se çka nëse ushtruesës së detyrës së presidentit, që në këtë rast është Albulena Agjiu, s'ka dhënë afati për qenë ushtrues së detyrës, çka ndodh nëse deri atëherë nuk është se ka ndonjë dakordem një presidente. Nëse s'ka një kryetar të kuvendit tjetër. Jo, problemi është sa do të kemi kryetar të kuvendit tjetër. Nëse kemi një kryetar të kuvendit të ri, ai më njëherë shkon udhëheq i presidentit. Pa do të kemi kryetar të kuvendit të ri nuk e di. E qartë, duhet ta trajtojmë me njohës të gjykatës të në fakt të kushtetuesës. Veç jurista atmosferë se shumë interpretime. Më mirë nëse se jurista pa lexojmë ç'është këtu. Po, më mirë, mos flasim më shumë se